Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu, wa sallam, wa baraka, ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falënderim të nësi të takojnë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ti përgjërohem që të lavdëroj dhe të bekoj dërgunin e ti, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzhgjellë. Të ndodhë dhe zër, njët shumë rrugtime duken të sakta, ose mund të jenë të sakta, edhe mund të jenë të drejta, mund të jenë të duhurat. Mirë po shpesh, edhe pse janë të tilla, edhe pse i thumi rrugtimi sakt, u dhe mirë, u dhe drejt, mund të mos jetë e suksesshme. Mund të jetë e mirë, mund të jetë e drejt, mund të jetë e duhura, mirë po e pa suksesshme. Dhe këtu do të me u bë shumë ferr për me gjetën fajtorin e mos suksesit të një udhëje edhe një rrugtimi të drejtë. Zakonisht ka disa, mirë po ajo që po duam me trajtu sot, e që ka të bëjë me diçka që kisha pas dëshirë të jetë thirrja e gjithkujt i cili, domethënë, e gjen veten te kjo. Ka të bëjë te faji i rrugtarit, te faji i udhëtarit. Domethënë, vetë ky ka fajit që udha është e pasuksesshme, rrugtimi i pasuksesshëm. Ndonse udha është e saktë. Ndonse udha dhe rrugtimi është i drejtë. Për çka është fjala? Ndonjëherë ti në udhje sakt. Edhe rrugtimi edhe ai orientimi është i saktë. Mirë po është i pasuksesshëm nëse e ke lënë rrugën në gjysmë. Sepse nuk i ardhin te caku. Për shembull, njerëzit rrugtojnë drejt Zotit. Hulumtojnë për Zotin. Interesohen shumë për Zotin. A është rrugë e drejtë? Është e drejtë, është e saktë. A është e pasuksesshme nëse nuk mbrin te feja e Zotit? Nëse mos promti nuk mbrin te feja e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë ti e ke lënë rrugën gjysmë. Dhe shpesh ndodh kjo me njerëzit. Fjala bie për shembull, deklarohen që na e dojmë Zotin, adhurojmë Zotin, padyshim që Zoti ka krijuar qiellin, tokën e kështu me radhë, apo padyshim që është Zoti i plotfuqishëm, ai i cili na ka sjellë në ekzistencë, padyshim është ai që meriton adhurimin e kështu me radhë. Por pastaj në fund nuk e ka gjetën fenë e Allahut. E që bie rruga u kon në rregull, po e kilon gjys dhe u kon e pasuksesshme. Dhe na këtë nuk duhet me pas hatër njerëzve me u thonë. Thonën, alhamdulillah që e ke nis udhën. Ama ndale jote në gjys, përbën domethënë dështim. Përbën domethënë dështim. Çka është dështimi më i madh? Dështimi më i madh është që njerëzit nuk e njohin Allahun subhanahu wa taala. Njerëzit nuk e njohin Zotin. Tash, kur nuk e njeh Zotin, i bie që ki përfunduar te mosnjohja e fesë së tij. E që i bie sa herë që të e njeh mirë Zotin, natyrshëm edhe pashmangshëm e prit me përfunduar te feja e Zotit. Për çfarë arsye e kena këtë deklarat? E kena këtë deklarat nga që në njohja mirëfillt për Zotin nën kupton që ashtu me menu Zotin që nuk i kish lënë njerëzit pa fe. Nuk i kish lënë njerëzit domethënë pa udhëzim. Ndaj pyetja e dytë në varr ka më konën kush është feja jote? Pyetja e dytë, e para kjo kush është Zoti jot? E dyta është kush është feja jote? Ai i cili ka më pas fat e ka përgjigjen dini al-Islam, feja ime është Islami, ndërkëse ai i cili nuk ka pas fat e thot la adri, nuk e di. Saktësisht, a ka logjik që prima njerëz nuk e dinë kush është feja tyne? Për shembull, mesin e çtyne muslimanëve që na jetomi, mesin e tyne. A ka gjë që prima nuk e dinë me thonën feja ime është Islami? A mendoni që domethënë një çështë deklarate sonë mësojnë ata për me thonë feja ime është Islami? Ose as kish më shumë mja u shkruajtë edhe mja u përsërit si frazë edhe me e siguru përgjigjen. Realisht domethënë është shumë e provokueshme, domethënë shumë e ndihshme me e parashtruar si provokim. A ka logjik me jetu pa e kërku fenë e vërtet? Ose a ka logjik edhe a ka sens me e menu jetën pa një si kërkimi që ka të bëjë domethënë për jetë për fenë e vërtet? Për shembull, nëse ti shikonon drejtuesi një sipërmarrje, nëse ti shikonon fjala bie shtëpiaku i një familjes, nëse ti shikon kujdestari i një projekti, thjesht dikun ti ishe vetë. A kishe menu senin e parë mi u baren aty në ku vetësh? Ti, i vogli, krijesa e mangët, krijesa që i ka domethënë 100 kërkesa nevoja që ja imponon bota e tij relative, thotë nëse unë jam përgjegjës me një biznes, nëse unë vetëm me një sipërmarrje, nëse unë me një shtëpi më shkon llafi edhe njerëz të mprisin mua, unë e kisha bëni fareni. Mbas aty reni domethënë kishin jetuar që ata që i detyrohen çati realiteti. Domthon ti për vete nuk e kishe menu që kishe lënë çat farseni paren. Ç'e menon që Allahu subhanahu wa taala kishte lënë paren lidhjen e krijesave me Allahun dhe mënyrën e jetuarit. Ç'ky rand quhet fe? Ç'ky rand quhet fe? Ç'i bie njerëzit që nuk e pranojnë fejen, në një farë nuk e pranojnë Zotin. Sa i pranon Zotin shumë të mangët, nuk e pranon Zotin me urtësinë absolute. Ose për shembull,
Përveç urtësisë absolute, çka e menomi na Zotin? A menomi Zotin të mëshirshëm? Padyshim që e menomi të mëshirshëm. Nëse ti i shikon përgjegjës edhe i shikon dikun që i shprit prej teje me boren, edhe i këshelon ti paren atë farseni, i këshelon paren, edhe këshelon një ta gjenë këta vetë renin. Në to llovi, në gabime, në rrëshqitje, apo? Tu ballafaqu me problemet një ta nxjerrin këta vetë renin. Prap kjo është mangësi për ty, se ti ki mujt mi o bo renin. Është qartë? Nëse është mangësi për ty, mi pas lënën njerëzit kësaj paren, apo? A nuk është mangësi për Allah, mi lën njerëz pa fe? A nuk është domosdoshmë e krytum diskutimin, që nuk kena më dilemë të çështja e Zotit, apo? Me po te pjesa që s'kena dilemë të Zotit është absolutësia e tij. Edhe pjesa e absolutësisë që e besojmë për të është absolutësia të qenit i urtë me urtësi absolute. Ky që është me urtësi absolute, me mëshirë absolute, i lën humbje, i lën terr, i lën krijesat e veta pa një rend, i lën krijesat e veta pa kurfar orientimi. Domthon kjo është e largët më mënu për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj po du me mund një sekuencë nga historia e njerëzimit, për me kuptu që këtë pjesë se sa qysh ndodh ngjarja kur njerëzit e braktisin shpalljen, e braktisin renin që ja u çon Allah subhanahu wa taala, edhe humbin gjurmët e, domethënë e udhëzimit. Zeid ibn Amr ibn Abdi Rabbihi u kon njëri prej arabëve që ka qenë në tauhid, donse s'ka ardhur Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me proklamatën profetike dhe hynore. Janë disa transmetime, disa ja atribojnë këtë fjalë Zeidit, disa ja atribojnë këtë fjalë Waraqës, që ka qenë jashtu, domethënë në fenë e Ibrahimit alayhis salam. Asmaja radiallahu anha thotë kum pa një herë në çabe duke thënë kësaj Zeidi. Allahumma inni law a'lamu ahabba alwujuhi ilayki abadtuka bih. O Zot, më e ditë çish është forma më e dashur për ty me të adhuruar të kisha adhuru. Më e ditë çish është forma, mënyra më e dashur për ty me të adhuru, të kisha adhuru. Walakinni la a'lam. Më po nuk e di se janë hub gjurmët e profecisë. Janë hub gjurmët e mesazheve hynore. Kanë met njerëz pa fe. Kanë met njerëz pa fe në Allah subhanahu wa taala. Thot thumë yasjud. Thot pastaj e shifsha bikën sejdë. Në vënë momenti ku brendësia jote e lyp që duhet me pas një fe. Brendësia jote e lyp që duhet me pasën një formë se si ti i përkushtosh Zotit tanë dhe adhuron. Me po vënë momenti që nuk di, edhe që ajo brendësia thot bile përkullo këtij Zotit madh fuqi plot. Bile përkullo edhe bir për dhej për Allahun subhanahu wa taala. E transmeton Imam Buhariu pe Abdullah ibn Umerit, thotë që një herë Zeidi akoma duke qenë domethënë në ato ditë që vetëm ky edhe 2-3 vjet tjerë kanë qenë tauhid, thotë kanë ardhur njerëz dhe kanë shtruar një shtroj që ka pasur kafshë të therrur, një ushqim. Edhe kanë ftu Zeidin, thonë hajde ha me neve bashk. Thotë nuk ka mish që është therr për idhujt. Nuk ka mish që është therr për dikë tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Imagjino domethënë natyrshmëria se si ja ka rujt atij që këtë bindje që ekziston një fareni, apo ekziston një fareni. Edhe pastaj thotë ju ka thonë aty në ashat khalaqahu Allahu taala. Thotë delën që e keni therr Allahu e ka krijuar. Wa anzala laha min as-sama'i al-ma'. Dhe prej qiellit ja ka zbrit ujin. Thot wa anbata laha min al-ard, edhe prej tokës ja ka nxjerr bimët. Thumma tadhbahuna ala ghayri ismillah, pastaj e therrni me një emër tjetër, jo me emrin e Allahut. Domethënë, çka vetdia, është vetdia që është e kombinuar me një vlerë të skalitur mrena në shpirt, që duhet me ekzistuar një rend që adhurojmë Allahun. Duhet me ekzistuar një rend qysh e njohim Allahun, duhet me ekzistuar një rend qysh i dorëzohemi Allahut, duhet me ekzistuar një rend qysh e ruajmë lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Domthonë çka ka pas Zeidi kur i ka pas çto vete? Zeidi nuk u kon revolucionar, që u dashësh me nejtën karshi domethënë zakoneve të njerëzve. As nuk u konën figurë fjalabie për shembull që ka dashur me një histori me doni krimtari letrare dhe u dashur me pruni një ide. Zeidi u konën në natyrshmëri dhe në dritën e gjurmëve të ligjit edhe fesë edhe mesazhit të Allahut subhanahu wa taala. I kanë ngel edhe ca copëza, apo drita, me çato drita e ka pa çka punë. Me çato copëza e ka pa domethënë çka punë. Kështu që njerëzit e kanë të pashmangshme brenda tyre kërkesën për fetari. E kanë të pashmangshme kërkesën e tyre për fetari dhe është e natyrshme, më po dikush vihet në kërkim, dikush nuk vihet në kërkim, edhe dikush e kërkon aty ku nuk është. Mund që është e natyrshme,
Shifni për shembull, kërkesa e madhe e njerëzve për fetari. Mira fe të kota. Apo? Sepse ata janë duke kërku, mirë po mos mund të kanë nga rrugën. Janë duke kërku, mirë po janë, domethënë në një rrugë të, domethënë të gabueshme. Saktësisht, kur njerëzit vijnë në kërkim të fesë, apo kur e injorojnë fenë, ose nuk dojnë me jetu me fe, ose dojnë vetëm e shpik fenë. Sepse një farforme kur ti e braktis fenë Allah subhanahu wa taala në tërësi, edhe krijon një ligj të jetuarit, kjo për ty më pastaj bën zëvendësim të fesë Allah subhanahu wa taala. Qoftë nëse ose sajes e jotja apo sajes e jotja me sajimet e të tjerëve. Ndodhin dy ngjarje zakonisht tek njerëzit kur largohen fesë Allahut. Ngjarja e parë është ajo që në saj të mosnjohjes së mirëfillt të Allahut, në saj si pasojë mosnjohjes së mirëfillt të Zotit, njerëzit përfundojnë te fetë të pavërteta. Pse e thomi këtë fjali? Se s'mundet njëri me njoft Allahun, me njoft krijuesin fuqiplot, me njoft njohje të mirëfillt edhe me përfundu jashtë Islamit. Nuk ka logjik kjo. Se cilën do fetë çetër që e merr nuk përputhet me njohjen e mirëfillt të Allahut. Nëse ti e ke menuar Allahun absolut, gjema një fe e cila domethënë e menon me absolutësinë e përkryer Zotin. S'ka. Atëherë ti i bie që kur ke përfunduar me një fe që Zoti ti përshum fëmijë, nëse ke përfunduar me një fe që por Zoti flas sikurse ti ishte një domethënë qenie njerëzore, i bie që se ke njoh Zotin. Por çata që se ke njoh mirë ke përfunduar te një fe tjetër krahas Islamit. Domthon kjo është ngjarja e parë më e shpeshtë e njerëzve. Mosnjohja e mirëfillt të Zotit i dërgon pastaj tek përfundojnë tek fetë pavërteta. Dhe e dyta që është domethënë edhe kjo e shpeshta, edhe më e shpeshtë e njerëzimit, është rënja në kurthin e shejtanit. Domethënë çka ndodh njerëzit kur i shohin jashtë Islamit? Ose me dobësi brenda Islamit, o domethënë nuk e njohin ç'është Zotin, o domethënë kanë ndron kurthin e shejtanit dhe kur bin njëri në kurthin e shejtanit, domethënë largohet pi fesë së vërtet, pe fesë Allahu subhanahu wa taala. Shënon Imam Ahmedi Muslimi për Iyad ibn Himarit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka transmetuar për Allahu subhanahu wa taala se Allahu ka thonë: "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Unë i kam krijuar robërit e mi që të gjithë të orientuar për besim të pastër. Unë i kam krijuar robërit e mi që të gjithë, pa përjashtim, në besim të pastër. Thot: "Wa innahum atatuhum ash-shayatinu fajtalathum an dinihim." Pastaj u kanë ardhur shejtanët, djajt dhe i kanë larguar nga feja. Venire, i kanë larguar njerëzit nga feja. Domethënë, përfundimi jashtë Islamit është projekt i shejtanit. Ti mundesh me paraqit hulumtimet e mia, kërkimet e mia, mendimet e mia, jo. Kjo me një fjalë është projekt i shejtanit i realizuar në ty. Një largu për Islamit, ki dalë për Islamit, ki përfundu në distancë për Islamit, thonë ki përfundu ku e ka pasur në regjinë dhe skenarin shejtani. Thot pastaj Allah subhanahu wa taala thot: "Wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum." Edhe u ka bër haram ato që unë kam bë halal. Thot: "Wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana." Edhe i ka urdhëruar që të më përshkruajnë, do thot ortak, ndërkohë ata nuk kanë kurfar argumenti prej meje që kanë drejt më përshkruaj, domethënë doni ortak. Ibn Qayyim rahimullah kur e komenton këtë hadith thot kësaj. Thot që ky hadith i sjell dy baza të mëdha të fesë. I sjell dy baza të mëdha të fesë. E para, baza e parë që duhet të adhurohet vetëm Allahu. Apo? Kjo është baza që e pohon ky hadith. E dyta, adhurohet Allahu siç e ka ligjësuar, siç ka porositur, siç ka urdhëruar. Ku e morëm këtë pjesë? E morëm të pjesa ku Allahu subhanahu wa taala pasi po ka thënë që shejtani na largon pi fesë, më një herë po ne ka thënë mesele. Ja u ban haram halalin. Sikurse, domethënë Ibn Qayyim rahimullah, që feja do të më kuptu vetë si dorëzim para çështjes së adhurimit atë çështjes së ligjit para Allah subhanahu wa taala. Mos shkon feja o ligj. Shkon feja oran. Kush e ban haram, një diçka e ban Allah subhanahu wa taala. Kush e ban isen halal, e ban Allah te barekuhu taala. Kush e ka urdhëruar të njësohet Allahu? Kush e ka ndaluar shirkun? E ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Domethënë feja është më dorëzo Allahut duke ju bind edhe duke adhuruar. Duke ju bind edhe duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Ndaj në këtë ese që më duke shpjeguar, autori shkon direkt edhe e bën definicionin për Islamin siç vjen. Çka është Islami? Thot Islami është ti dorëzohesh Allahut me tauhid. Po, keni vëmendjen. Na i imponomi domethënieve tona, nuk i imponomi nocioneve dhe termeve të huaja. Na nuk thomi Islami është religion. Është qartë. Sa automatikisht pastaj domethënë trajtesa shkon diku tjetër. Ne thomi çka është Islami? Islami është ti dorëzohesh Allahut me tauhid. Ti dorëzohesh Allahut në çështjen më të madhe, që është domethënë njësimi i Allahut në adhurim, në hynëshmëri dhe në emër dhe cilësitë e tij. Pastaj ti nënshtrohesh duke u bindur.
ti nënshtrohesh duke ju bindur. Dhe të distancohesh e të heqësh dorë nga shirku dhe njerëzit e tij. Dhe treta, të distancohesh e të heqësh dorë nga shirku dhe njerëzit e tij. A është kjo një përpjekje e këtij autori, edhe të tjerëve sikur ky që e ka dhënë këtë përgjigje? A është një përpjekje thjesht me shku me një definicion edhe me imponu? Apo e imponon gjuha dhe domethënie fetare me ardhen të çka? Domethënë, çka është Islam? Islam si fjalë në gjuhën arabe, si bazë ka një bazë prej bazave, prej rrënjave të gjuhës arabe që ka të bëjë me dorëzimin. Islam ka të bëjë me dorëzimin. Nëse një musliman e kupton që thelbi dhe shpyrti edhe esenca e Islamit ka të bëjë me dorëzim. Imagjino sa met Islam nëse s'ka domethënë dorëzim. A është e qartë? Si dorëzohet Allahu në çështjen e tauhidit, si dorëzohet Allahu në çështjen e farzave, si dorëzohet Allahu në çështjen e haramit. Mund shaka ky Islami. Mund thelbi, një për arsye pse njerëzit edhe kanë kriza të mëdha te feja e Allahut, është pikërisht se nuk e shohin fen si dorëzim. Nuk e shohin fen si dorëzim. Kështu që kur i përmend ajetet kuranore ku Islami edhe të qenit musliman, domethënë fetaria edhe feja që quhet Islam, edhe fetaria edhe pjesëtari që quhet musliman, ti kuptojmë i nënshtruar dhe nënshtrim, i dorëzuar dhe dorëzim. Keni vëmendje se Kurani është shumë i plotë në këtë drejtim. Thot Allah subhanahu wa taala. Thot wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Kan thonë ata pa besimtarët nuk mundet me hyrë në xhenet kurkush përveç se kush është hebrej apo i krishter. Tilka amaniyuhum. Këto janë shpresat e tyre. Apo diçka me shpresa? Thot Allah, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Ju thuaj, sillni argumentet nëse keni, domethënë nëse e keni për një. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Thot gjithsesi, ka me xhenet kush e ka dorëzuar fytyrën Allahut. Kush e ka dorëzuar fytyrën Allahut. Unë vjen keq me thonë diçka, po ndoshta është e domosdoshme për me ngre vëmendjen. Unë është shumë e largët me praktikuar Islamin me vite. Mu ka musliman me vite. Mos me ndjet domethënien e nënshtrimit dhe dorëzimit tek fjala Islam. Unë jam musliman, jam i dorëzuar. Apo? Domthonjë se pse kena me bë sot? Kena me bë që me kuptuar se kur thështin në varr, feja eme Islami, domthonjë feja eme që është ju kam dorëzuar Allahut. Me shka ju ki dorëzuar Allahut? Me tauhid, me bindje dhe me distancim prej, domethënë, prej shirkut. Thot Allah subhana, gjithsesi ata të cilët i dorëzojnë fytyrën e tyre në para Allahut, dorëzohen para Allahut edhe bëjnë punë të mira, falehu ajruhu inda rabbi. Ky e ka shpërblimin te Zoti vet. Që ky e fiton xhenetin. Jo kush është hebrej, kush është i krishter. Pse po nxjerrët dorëzimi pas hebrejve dhe të krishterëve? Pse nuk po përdoret koncepti atë nocioni islam, po përdoret folja, esleme. Që po do me të regu Allah subhanahu wa taala, që problemi i hebrejve dhe të krishterëve, mos ata s'ju kanë dorëzuar Allahut. Ata s'ju kanë dorëzuar Allahut. A janë fetar, a mbyllën nëpër manastire, mbyllën. A ka tek ata morxhëre, eremite, ku diun shka që bojnë ditën natë ibadet. Po, më nuk ju ka dorëzuar Allahut në tauhid. Nuk ju ka dorëzuar Allahut në pranimin e profetit të fundit. Tregon Allah subhanahu wa taala kur Ibrahim alayhis salam dhe Ismail alayhis salam e kanë drejtë shtëpinë e shenjtë, prej duave që e kanë bërë, thot Allah subhanahu thot Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslima. Të dy kanë bërë Zot, kanë bërë lutje o Zot, na bën të dyve të nënshtruar, të dorëzuar. Është përndin pikërisht nocioni muslim, apo me po tankon thirrja është çka? Që tu argumente që kemi përmend, mi kuptu jo me islam musliman si term që ka kalu çysh e lexon një enciklopedi. Çka është muslim edhe çka është domthon islam. A është e qartë? Jo, domthon i nënshtruar, i dorëzuar edhe nënshtrim edhe dorëzim, o Zoti jon na bën neve dyve të nënshtruam, dorëzuam para teje, edhe domthon pasardhësit e ton bani popull domthon të dorëzuar para Allahut. Ose çka thon baba i pejgamberit Ibrahim alayhis salam, idh qala lahu rabbuhu aslim. Kur Zoti vet i tha dorëzo. Çka i bë aslim? Pikërisht domthon që kjo do të thonë ato puna. Edhe pastaj Ibrahim i tha qala aslamtu li rabbil alamin, tha po unë jam dorëzu Zotit të, domethënë, të botës. Kështu që fetë e mëdha që pretendojnë preardhje ose lidhje me Ibrahimin alayhis salam, e kanë pikërisht domethënë që këtë situatë ku ne ja pashtojmë që këtë pyetje. A jeni dorëzuar në diçka para Allahut subhanahu wa taala? Ku jeni dorëzuar tamam para Allahut? Që ju më pretendoj që jeni me Ibrahimin alayhis salam. Cila është domethënë cila është proklamata e Ibrahimit alayhis salam? Është madhur vetëm Allahu, a adhuroni vetëm Allahun? Jo.
adhuroni krahas Allahut shumë të tjerë. Ai lutni vetëm Allahut, ai besoni vetëm Allahun. E kështu me radhë. Domethënë, kjo është një platformë shumë të lehta për me sforcu ndjenjen e kotësisë të feve të tjera. Që ato janë domethënë të padurzuar. Dhe ti që i padurzuar nuk e meriton këtë emër. Ti që i padurzuar nuk e meriton domethënë këtë emër. Ndaj Allahu subhanahu wa taala na tregon edhe këshillën e Ibrahimit alayhis salam dhe të Jakubit alayhis salam kur i kanë këshilluar domthon pasardhësit e tyre, inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ka përgjigjur ju një fe, një din, mos vdesni ndryshe vetë të dorëzuar. Mos vdesni ndryshe vetë si domthon musliman. Vini re këtu. U ka përgjigjur fen. U ka përgjigjur fen. Pastaj përmendet mos vdesni ndryshe vetë si të dorëzuar. Pse se ka përmend këtu emrin e fesë? Se thelbin e ka përmend. Thelbi është dorëzim. Thelbi është dorëzim. Domthon ti si dorëzohesh e ke emrin musliman. Nuk dorëzohesh. Domthon nuk e ke emrin musliman. A kuptuat? Që tu mundi me kuptuar ndër vëllezër edhe aspektin e atij diskutimit që nuk është veni për me trajtu, te çështja e braktisjes së veprave, a mund të mungon dikush musliman si braktisën tërsi veprat? Se i mungon e pjesa e nënshtrimit edhe e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Si ka dorëzuar Allahu te barekutaala. A mjafton më dorëzuar Allahut vetëm çështën e tauhidit? Edhe në tjerat mos më dorëzu? Është i qartë? Pa i na të fol për atë pjesën thelbësore të, domethënë të dorëzimit, sepse edhe dorëzimi pastaj është domethënë shkallë, me për cilë dorëzimi i parë dhe kryesor para Allahut, është çështja e tauhidit. Apo, për arsye domethënë Allahu subhanahu wa taala kur e përmend në ngjarjen kur Jakubi alayhis salam është rrethuar pi pasardhëve të vet, edhe ka thonë kanë do ta adhuroni pas meje, pas vdekjes sime, kë do ta adhuroni? Kanë thonë ilahan wahida. Veçni ilah, veçni të adhuruar kena me. Wa nahnu lahu muslimun. Dhe ne jemi të dorëzuar para Allahut. Pse domethënë tauhidi përmendet më në përmendje dorëzimi. Me treguar se çështja e parë që kam është e dorëzimit është tauhidi, që i bie. Nëse dikush i takon një sekti, i cili sekt do të ka dhe miliona njerëz, i cili sekt do të është shumë i zhurmshëm, do të çaj sekt shumë njerëz mendojnë çaj që profesion islamin. Ndërkohë që ai ka dallashite dhe ka rrashite çështja e tauhidit. Shka ju ka dorëzuar Allahut nëse ju ka dorëzuar Allahut në tauhid. Në çka ju ka dorëzuar Allahut nëse ju ka dorëzuar që vesh një i adhuruar i vetëm edhe që s'ka domethënë ortak. Ku përfundon dorëzimi? Nis me çështjen e tauhidit, edhe në tërësi shkon, sikur se thot Allahu subhana, ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan. O që keni besu, heni në çka dorëzim komplet. Heni në çka dorëzim, silm komplet, edhe mos i ndiqni hapat e shejtanit. Çka që Allahu subhanahu wa taala po thot mos i ndiqni hapat e shejtanit. Apo na kthen te hadithi kutsi? Ku tha Allahu te baraka ve taala, unë kam krijuar robërit e mi të gjithë të orientuar tek besimi i pastër, wa innahum athatuhum ash-shayatin fajtalathum an dinihim. Mirë pa aty u erdhën shejtanat dhe i larguan nga feja e tyre. Sigurisht, domethënë çka ky ajet me çka hadith na e bën i farrregulli. Çdo largim prej fesë së vërtet, çdo largim prej dorëzimit të vërtet është një rënje në grackën e shejtanit dhe realizimi i projektit të tij. Është një rënje në grackën e shejtanit dhe realizim i projektit të tij e nuk mund të menu ndryshe, vetëse domethënë rënjet e domethënë të shejtanit. Kështu që na secili çto duhet me menu. A ka ndodhur për shembull ndonjë ide e caktuar na i ka lënku ndonjëherë dorëzimin? S'po tham islamin se islami na menumi që tash veç ai na musliman as na musliman, apo? Po flas dorëzimin. A ka ndodhur ndoshta një përcaktim ideor, ndonjë përcaktim në komunitet? Ndoshta do një vëmendje tek do një ide, na i ka lëkun disa përcaktimet tona që kanë të bëjnë me dorëzimin para Allahut. Kështu që domethënë çështja e dorëzimit duhet të mos sforcu edhe kur je jashtë kampusit të islamit edhe kur je brenda kampusit të islamit. Sepse kjo është domethënë shkollë. Shkollë është domethënë më dorëzu Allahu te baraka wa taala. Mirë po, domethënë vëllazër, me imagjinoni një fakt. Çish mundën njerëz, çish mund muslimani me ndjek hapat e shejtanit, ndërkohë Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij, me ursinë e tij, me drejtsinë e tij i ka dërguar pejgambert edhe i ka zbrit librat që me pasi sa më qartë çish më u dorëzu Allahut. Çish më u dorëzu Allahut. Me të thonë dikush, shkon Kurani. A e kish më pas këtë përgjigje, më thonë Kurani është manuali çish më u dorëzu Allahut. Dërgimi i profetëve çka është? Është udhëzuesit, s'po e përdori temën të Coranit, apo udhëzuesit që na kallzojnë çish më u dorëzu Allahut. Një pjesë e muslimanëve që janë shumë fetar nuk e kuptojnë çështu fejen. Në çket ide që thelbi edhe koncepti kejt i fetarisë edhe i shpirtit është dorëzimi.
Është i dorëzimit para Allahut me adhurim, i dorëzimit para Allahut me bindje, dorëzimi para Allahut duke i respektuar dhe duke i pranuar domethënë urdhresat edhe ndalesat vetëm për Allahut subhanahu wa taala. Shënoi Imam Muslimi për Abdullah ibn Mesudit, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Walaysa ahadun ahabba ilayhi al-'udhru min Allah." Nuk ka dikush që e do më shumë arsyetimin se sa Allahu. Nuk ka dikush që e do më shumë arsyetimin se sa Allahu. Min ajli dhalika anzala al-kitaba wa arsala ar-rusul. Për këtë arsye Allahu ka zbrit libra dhe ka dërguar profet. Se Allahu e do arsyetimin. Allahu nuk do me të kap tyje në një gjendje me të shkatërru, me të dënu, pa të pas dërguar një diçka që kish shërby si arsyetim. Kish shërby si arsyetim. Kështu që rruga e vetme me e gjetë qysh më dorëzu Allahut është ndjekja e pejgamberëve, edhe domethënë ndjekja e shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Pse bash shpallje? Pse mos më lën këtë farpune veç sigurisht shembulli i Zeidit? Ose me ditë qysh me ta adhuru të kisha adhuru. Se kjo në çfarë periudhë kur kon Zeidi kon 4 vjet nga tishëm në arabik. Allahu shumë i mëshirshëm. Allahu është shumë i mëshirshëm dhe ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që mos më met kjo çështje në 4 vjet. Po me të kapë edhe ty edhe mua çtu. Nuk është e qartë? Se me paslon vesh hulumtim, me paslon vesh reflektim, ndoshta për neve shumë interesant i shikon të tema tjera. Po Allahu për mëshirës vet ka dërguar pejgamber, e çka pejgamber u dosh me hek, u dosh me bodavet, u dosh me bë shumë çka, shumë pasardhës të tij edhe pasues të tij, u dosh me bë shumë për me tar ty sot feja. Me tar ty sot feja, edhe ti më u dorëzo Allahut. Me tar çka thirrje, edhe më u dorëzo Allahu subhanahu wa taala. Pse bash shpallja? Thot Allahu taala: "La yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid." Se shpallës nuk i vjen e kota nga asnjë anë. Do thonë, do më dorëzo, çish mundosh më dorëzo dikon ku ka më dyshje. Çish mundosh më dorëzo dikon ku ala nuk je i sigurt. A më të shpallja, Allah thot, nuk i vend shpallja se pa vërtetë nga cila don. Pse? Thot se ka zbrita i cili është plot lavd, edhe është domethënë i urtë. E shënoi Imam Muslimi për Abu Hurairës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma min al-anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar." Thot çdo profet që ka qenë më parë, gjithsecilit prej tyre Allahu u ka dhënë një mrekulli. U ka dhënë një shenjë të madhe, një mrekulli. Në sajtë asaj mrekullie kanë besuar njerëz. Domthonë niveli i njerëzve kanë çashtu, u dash me pa një mrekulli të tillë. Një mrekulli të jashtëzakonshme, domthonë domthonë tek pjesa që kanë mujt me e kap me shqisat e tyre. Thot wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilay. Thot mirë për mrekullia që mua më ka dhënë Allahu është shpallja. Edhe profetët e parë më parë kanë pas shpallje. Mirë po madhështia e shpalljes që është e fundit është që udhton na për shekuj edhe mileniume deri në fund botës. Ndërka që ata profetët që janë dërguar më përpara, janë dërguar tek një gjenerat, që gjenerata ka pa çat mrekullien që ka ndodhur diçka në qiell ose diçka në deti ose diçka në male, diçka në ujë, apo? Edhe çat gjenerat ka besuar edhe një 2-3 gjenerata ja ka kallzu. Edhe një 3-4 gjenerata kanë besuar duke u transmetuar. Ndërka që na shumë larg, jena 1400 vjet. Cila është mrekullia e madhe që më kuptu çysh më dorëzo Allahu, apo pse do të më dorëzo Allahu, është Kurani. O shpallja Allahu subhanahu wa taala o suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e thot Allah i duru Allah sallallahu alaihi wasallam thot fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah. Thot kjo që Allah më ka dhënë Kur'anin si shpallje, më ka dhënë kërkëndjes, më ka dhënë si mrekulli shpalljen, thot shpresoj që ka më kon profeti më i ndjekur në ditën e gjykimit. Domethënë mrekullia më e madhe është Kur'ani, mirë po mrekulli për çka? Thjesht për me i sfidu shkencëtarët apo me i sfidu gjuhëtarët arabishtës. Mrekullia më e madhe me kuptuar çish do të më dorëzo Allahu. Mrekullia më e madhe për me kuptuar domethënë që ti duhesh më dorëzo Allahut. Mrekullia më e madhe për me ta bëu ty të ketë temë të qartë, domethënë të kristal që ti duhesh më dorëzo Allahut. Mu mrazit shumë shpesh ky fakti i mrekullisë dhe i aspektit të mrekullive të Kuranit, që shpesh thjesht veç e potencomi ku bie mrekullia, apo jo ku çon mrekullia. Po me çka mrekulli tregon për fjalabia për shembull, për bimët, çka mrekulli tregon për retorikën arabishtës, nuk është esenca ku bie. Ku çon mos promti. Mos promti të më pru të dorëzimi para Allahut subhanahu wa taala. Mos promti të më pru te koncepti thelb që është, te koncepti bazë që është i fesë Allahut, që është domethënë dorëzimi para Allahut subhanahu wa taala. Kështu që argumentet që kena përmend pak më herët na tregojnë që çdo shmangje për fesë së vërtet është rënien kurth shejtanit. E këtu na secili do të më reflektu se herë kena rënë këtë kurth. Se herë, domethënë që kena rënë këtë kurth. Mirë po, ka gjas edhe më kona diçka tjetër. A mund të më konë njëri më largu për fesë Allahut, më largu për çdo dorëzimit?
jo vetë shkaku i shejtanit, edhe do një arsye tjetër. Thot Allah subhanahu, është situatë, është rast kur Allah subhanahu wa taala i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një dialog edhe diskutim të tij me hebrejt. Qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma. Thuaj o Muhammed, thuaj sillni diçka përveç Tevratit edhe Kuranit, një libër tjetër, më të përudhur, më të udhëzuar, thot ittabi'hu in kuntum sadiqin. Unë nuk kam ndjek, nëse e keni për më bëni një libër, as më mirë se Tevrati dhe më mirë se Kurani. Thot Allah subhanahu, thot fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Thot ndije, nëse nuk të përgjigjen, dije se ata i ndjekin epshat e tyre. I ndjekin tekat e tyre, i ndjekin hamendjet e tyre, i ndjekin çëshmërmenja e tyre. Që i bie domethënën njerëzit ku largohen pi fesë. Edhe shpesh e luajn viktimën, e luajn fajtorin, tjerë s'po na shpjegojnë ose o shprish imazhi i fesë, jo. Ose është kurthi i shejtanit ose është ndjekje e epshave, se feja është ran. Njerëzit shpesh nuk e dojnë rinin. A është e qartë? Më thonë që këtë dorëzimi, vetë fjala dorëzim, çfarë thot dorëzim? Që nuk i ti domethënë kompromis edhe alternativë, aty vetë thjesht e kije urdhëresën edhe kimë jetsu, e kije ndalesën edhe kimë shmang, është dorëzim. Për arsye, që kjo është që ky rrugtim jonin, këtë ligjërat është pikërisht me artë që kjo përgjigje. Kush është feja jote? Kush është feja jote? Feja jote është Islami, që ta garanton udhëzimin, i cili udhëzim është përcaktuar me shpallje. E jo me ndjekje të hapave të shejtanit, edhe jo me ndjekje të tekave dhe mendjeve dhe hamendjeve të njerëzve. Është i qartë. Domthonë, kush është feja jote? Edhe ai thotë nuk e di në varr, apo? Sa ai s'e ka kuptuar fejen çështo si shpallje. Ai s'e ka kuptuar fejen çështo si dorëzim. Ai s'e ka kuptuar fejen si dritë prej qiellit, që Allah subhanahu wa taala ta ka ndreq jetën. Është i qartë, por ata sun përgjigjen në varr. Ose kush është feja jote? Feja ime është Islami, që është natyrshmëri. Me ndjeti që ket. Me ndje, jo thjesht ka një mura thonat shoqërore ku gjindna dhe alhamdulillah kena pas let pranimin islamit. Alhamdulillah që janë të mira dhe të favorshme. Në esencë është natyrshmëri, sikurse e shënojmë Buhariu Muslimi pe Abu Hurairës, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra." Kushdo që lind fitra. Cila fitra? Fitra është me u dorëzu Allahut. Fitra, natyrshmëria është me u nështru Allahut, thot pastaj prindërit janë ata të cilët e bëjnë hebrej, e bëjnë të krishter apo e bëjnë thot zjarputist. Thot ashtu sikur se kur ta shohësh thot një kafsh të posalindur, a është të gjymtuar? Sikur që ka qenë zakoni i keq i njerëzve përpara me i gjymtu edhe me i dëmtu domethënën kafshët. Kush është feja jote? Feja jote, feja ime është Islami, që është feja e këtij pejgamberëve. Që është feja e gjithë profetëve, edhe e çdo misioni profetik, edhe e çdo shpallje hyjnore. E çdo shpallje hyjnore. Ka sy kush pse dikush nuk mund të më thonë përgjigjen feja ime është Islami në varr. Nuk mund të më thonë se nuk u koni sigurt, ka menuar që u të ndjek një njeri të mençur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri i mençur, një njeri me ndjen dritur. A nuk e kanë ndjek këtë që shpallje hyjnore që kanë pas këtë pejgamber? Është qartë. Ose thjesht kulturalisht ne na përcaktuar Islami, po edhe fetë të tjera, po edhe dikush para neve ku diun çka. Islami, që kjo dorëzimi me dorëzo Allahut është feja e këtë pejgamberëve. Prej te Nuhi alayhis salam deri në fund. Thot Allah subhanahu na tregu për Nuhin, "O umirtu an akuna minal muslimin." Ka thonën, jam urdhëruar të jem nga të dorëzuarit. Jam urdhëruar të jem nga të dorëzuarit. Ose kur na tregon për Jusufin alayhis salam, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." O Zot, më mëson me vdek i dorëzuar. Më mëson me vdek i dorëzuar edhe banum bashkë me njerëz të mirë, ose kur na tregon për shoqëruesit e Isait alayhis salam, kur thon amanna billahi washhad bi anna muslimun. Besuam në Allahun, dëshmo që jena dorëzu. Dëshmo që jena dorëzu. Kështu që kjo përgjigje, feja ime është Islami. Feja ime është Islami, nuk është vetëm deklarat, po është një fjali edhe një promovim edhe një kumtim që e ka me e pohu dorëzimin para Allah subhanahu wa taala. Me e pohu, thelbi është me e pohu, madje subhanallahu. Që kalon Allah subhanahu wa taala konceptin bazë emër të fesë Allahut. Ka mujtë më konë emër tjetër, po me argumente me nga të regu se baza Islamit të dorëzimit. A është i qartë? Mirë, po konceptin bazë e ka shtin në emër të fesë. Mrejna quhet feja me konceptin bazë. Por shembull, çu quhen fejet? Do njëherë quhen fejet bazë të themeluesit, apo? Do njëherë fejet quhen bazë të një personi që adhurohet. Do njëherë fejet quhen bazë një gjeografie. Që aty ka jetuar ai shenjtori, ai flamurtari i idejës. Çu quhet feja Allahut?
Quhet sipas konceptit bazë, që është dorëzimi para Allahut. E ku më dorëzo Allahut? Më dorëzon tauhid, në bindje edhe më distancu prej shirkut edhe prej mushrikëve. Domethënë, kjo e dorëzimit në vëllezër tingëllon pak e rënd. Se kjo primet ç'tin fe. Në moment që e kupton dikush, dorëzimin ç'to hem fe. Këto tjera si konvertim kulturor ose si përcaktime kulturore, kështu, këto janë këtë shumë simbolike. Thelbi kur vend të dorëzimit ç'aty që hem fe për ne. Mirë, po për këtë arsye, ani pse tingëllon e rënd, ani pse tingëllon domethënë sikur i kim mbyll këtë rrugë të vesh kimu dorëzu. Prapë duhet me kuptuar një të vërtet madh që ka përmend Allahu subhanahu. Thot Allahu Teala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam." Kujt do Allahu, kë do Allahu me e udhëzu, me e përudh, ja xhanon gjoksin mu dorëzu. Ja xhanon gjoksin për me u dorëzu. Venire, zgjerimi i gjoksit është sinonimi çkajt? Sinonimi i lumturisë. Sinonimi i përmbushjes. Me pa edhe një pyetje. Kur është përmbushja më e madhe njerin këtë jetë? Pa më parasysh për shfajna të fol. Qoftë domethënë në punë, familje, në shkollë, në jetë, në raporte, ku diu shka. Koncepti i fjalë përmbushje, kur vjen? Përmbushja vjen kur të realizohet qëllimi. A mund çështo? Esenca, do kur të mrish, për shembull, e kryen një mision, apo edhe e kompleton, edhe koxha shumë e përjeton që u përmbush. U përmbushje ti me përmbushjen e atij realiteti. Domethënë sikurse Allahu subhanahu wa taala e ka skalit në zemrat e tona që domethënë do synim është Allahu. E kur të vesh te çiki dorëzimi, Allahu ka me ta xhanu zemra. Kurse kjo art e përmbushje, kjo art e synimi, je kriju për çeket, edhe mas promti kjo art çdo. Kur kjo ardh, Allahu po thotë unë ja xhanoj gjoksin këtij. Unë ja xhanoj, e lën këtë më përmbushje, e lën këtë më lumturu. Pse ka art e synimi. Ka art e qëllimit. Cilo qëllimi? Më dorëzue Allahu subhanahu wa taala. Madje Allahu subhanahu wa taala çka përmbushjen, atë çka ratien e dorëzimit e çun jetë dhe e çun gjallëni, thot Allahu taala, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Thot, është njëjtë atë që e kena lënë dekt, me atë që e kena lënë jetë, e kena ngjall dhe e kena lënë dritën me të cilën ecë ai edhe nuk bie, domethënë sikur sa ai i cili ecën për errësira dhe sundel bisaj. Domethënë Allah subhanahu wa taala e krahason jetë edhe dritë, edhe domethënë vdekje edhe terr. E tash ku na i bëhet në varr dritë? Kush ka ditë me mësu që këtë përgjigje? Kush ka ditë me mësu domethënë këtë përgjigje? Kështu që po kthehemi te fjala e Zeid ibn Amr ibn Abdi Rabbihi, o Zot, me ditë çish me të adhuru, me ditë çish është mënyra më e mirë me të adhuru, të kisha adhuru, mirë po nuk po e di. Edhe pastaj ka rënë sejdë, më bëu thjesht një pyetje. Pse e ka thonë çka deklar? Pse ka thonë o Zot çish me të adhuru? Pse se ka sa juaj në ide me adhuru Allahun? Pse ai nuk kam lidh njerëz me thonë të gjemi çish me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk e di ai i cili ka krijuar dhe është i gjithnjohur dhe i gjithditur? Thonë kjo është e natyrshmëri që duhet me ditë çaj. Përdesa i di edhe gjethët kur bin, se di ti çish mu lidh me atë. Do thonë s'mund të ekzistojë një udhëzim, një orientim, një manual për me shku te Zoti edhe mos mu paskon pi Zotit. Nëse s'është pi Zotit është e kot. Nëse s'është pi Zotit është domethënë e kot, kështu që pranimi i fesë së vetme të Allahut subhanahu wa taala është çështje e pa kompromis. Çështje e pa kompromis. Sigur se thotë Allahu subhanahu inna ad-dina inda Allahi al-Islam, feja vetëm e pranuar tek Allahu është Islami. Cila dorëzimi. Ç'kjo është e pranuar, tjerat janë të papranuara. Tjerat as nuk i çun Allahu subhanahu din. Madje në këtë ajet e përmend thotë dini te Allahu është Islami. Në tjerat as nuk numërohen. Kur far konsideratë për me pas një domethënie te Allahu subhanahu wa taala. Pse nuk ka, se nuk ka dorëzim aty. Sepse nuk ka dorëzim. Thotë Allahu subhanahu, "O men yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin." Kush kërkon një fe krahas Islamit, krahas kësaj dorëzimit, do pak më ndryshe. Apo? Me dorëzim tek dikush tjetër, me dorëzim tek mendja, me dorëzim tek shejtorët, me dorëzim tek ku diun kush, apo? Kushdo që kërkon një fe tjetër krahas Islamit, nuk i pranohet, edhe në ditën e gjykimit do të jetë nga të humburi. Çka ka jashtë Islamit? Nëse çka është mi dorëzo Allahut. Çka ka jashtë Islamit? Ose është ndonjë fe që ka pretendim të lidhjes me shpallje, e që është falsifikuar edhe është devijuar, e që është e papranueshme. S'mundet një udhë falsifikuar dhe devijuar me çutë Allahu. Është qartë? Edhe pse shumë më lart tek Allahu subhanahu wa taala.
një sipërmarrje, një brand, një diçka. Pak me pas vlerë më shumë. Apo? Qyshe lufton edhe qyshe refuzon, domethënë, imitimin edhe pjesën e përzierë edhe pjesën e jo origjinale. Apo? Mos smunat Allahu subhanahu është më lart, edhe më i lartë, edhe më i shenjtë që me pranu ull të shtrembër me qutaj. Kështu që, domethënë krejt fet që kanë pretendim hinor jashtë islamit, krejt janë të kota. E dyta, fet të cilat nuk pretendojnë që kanë lidhje me shpalljen. Direkt kanë pretendim që janë sajesat njerëzore, janë puro prurjet njerëzit. Këto janë edhe më të humbura dhe më të pa pranueshme te Allahu subhanahu wa taala, sepse domethënë këtu nuk përkojnë me madhështinë e Zotit. Domethënë ky madhështor, domethënë me ardh një krijesë e dobët, e cekët, me e përcaktuar rrugën që shkohet te Allahu subhanahu wa taala, ndërkohë Allahu është që flet, Allahu është që dëgjon, Allahu që shpall, Allahu që do, Allahu që shpall, Allahu që mëshiron. Domethënë ky Zot nuk e kryen këtë punë. Ky Zot i plotfuqishëm nuk e kryen këtë punë. Ose janë domethënë sisteme të sajuara nga njerëzit, e që njeriu nuk e njeh njeriu më mirë se sa krijuesi i njeh. Kështu që çka është ndër vëllezër për fund, çka është thelbi i Islamit, çka është shpirti i Islamit, çka është domethënia qendrore e Islamit, na do të më eduku gjithëherë me dorëzimin. Nëse e kuptojmë këtë meselë. Pa më parasysh ai na të fol për me pranu halalin haramin. Pa më parasysh ai na të fol për akide. Pa më parasysh ai na të fol për sprova. Pa më parasysh ai na të fol për sfida. Pa më parasysh ai na të fol për rrugë gjata, për rrugë shkurta. Nëse ti gjithherë shoqënohesh shkoj Islami, dorëzim, u kry mohabeti. Për arsye, një fetari e së kaluarës që ka qenë shumë stoike me pak dije. Apo? Kështu këta analizosh me informata u konë me pak. Ajo konë stoike, jo shkaku i informatave të pakta. Po që ato të paktat janë konë të koncepti i dorëzimit. Dorëzimin e kanë kuptu mirë. Dorëzimin e kanë kuptu mirë. Ndaj, sa ka Islam, ai që jeton qysh do, veç jo si pas Islamit. Ose sa ka Islam, dikush fjala bie që i dorëzohet epsheve, i dorëzohet mendimeve, i dorëzohet ideve të mendimtarve, i dorëzohet filozofive të filozofëve, i dorëzohet ideologjive, i dorëzohet grupeve politike, i dorëzohet sistemeve politike, gjithë kujt i dorëzohet veç Allahut nuk i dorëzohet. Sa ka ky Islam? Nuk është qartë? Ose sa ka Islam dikush që fjala bie gjithçka ja direnin, prej të puna, prej të jeta, prej të që. Gjithçka ja direnin veç Islamit ja direnin. Sa ka Islam ky? Për arsye, domethënë kur pyetet ky në varr, me gjatë cillën përgjigje ka pas. Feja është Islami, a nuk e di. Për arsye, domethënë kjo temë do të më bëjë madhe. Cila temë? Thelbi i emrit të Islamit është dorëzimi, do shme e kuptu. Se erdhe që tu s'ke ardhur kur kon hiç. Edhe gjithherë, çdo herë që vën ligjërat, për shembull, nëse vën Ministri të Ligjëratave 50, 60, 100 ligjërata, më dikush ka të përfitu ti, hoç kemi bë? Jo, jam të ardhur me forcuar që Islami është dorëzim. Në sësën herë që vi, 0 prek 10, 0 dhe një pik, ku diun e përmend një njesh aty mas 10 0. E sforcoj që Islami është dorëzim, unë kam kontribuar në fetarin time. Sësën herë që e forcoj këtë koncept. Se pastaj shumë lehtë kemi nënshtruar dresa, shumë lehtë kemi jetu me sistemin e Allahut, shumë lehtë kemi kuptuar që këtu ka ardhur në jetë me realizuar projektin e dorëzimit, edhe me morën shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, kështu që shka zgjidhja, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kthanu edhe pendoni te Zoti juaj edhe dorëzoni. Kthanu edhe pendoni te Zoti juaj edhe dorëzoni, min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Baneni çekat para se më ardhë dënimi. E pastaj kur të vjen dënimi, s'ka kush që, domethënë, ju ndihmon. Elas Allahu subhanahu wa taala më na mësua më dorëzua ashtu qysh. Ai dorëzim e bën atë të kënaqur me neve edhe na shpërblen me xhenetin Firdaus. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammad.